Sot jam këtu te rruga Jordan Misja. Në fakt ne e njohim si rruga e Burgut, që është këtu te Spaku, dhe dua t'ju tregoj një nga gjërat më spektakolare që po ndërtohen në Tiranë. Shikoni vetë, shikoni. Shikoni se sa ure bukur. Është e pabesueshme se çfarë po më shohin sy në këto momente, s'kam parë kur një urë kaq të bukur dhe kaq të gjatë në mes të Tiranës. Shikojeni vetë. Gjykata e posaçme thot kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Këto normalisht janë godinat më të rëndësishme të shtetit shqiptar. Këtu paktën vjen pak era shtet, sepse janë që të gjithë që s'të falin fare. Që thoni ju, kjo godina këtu kaq e bukur, u ndërtua në fillim për ujësjelësin e Tiranës, po një vendim i Këshillit të Ministrave ja kaloi agjentëve të Byros Kombëtare të Hetimit. Kjo ura këtu do shërbej që të lidhet me godinën e Spakut. Normalisht këtu është Burgu dhe ka tunele për të futur të gjithë të dënuarit përpara se të shkojnë gjykatë te kjo zona ku po shkojnë këto zotëri. Dhe kjo ura këtu është thjesht spektakolare. Është edhe më e bukur se që shikoni telefon, kështu që kur kaloni këtej nga rruga Burgut, hajde ta shikoni vetë se këtu është bërë një kryevepër e inxhinierisë së ndërtimit. Kaq ishte video për sot, shihemi prapë nesër.